Kthimi i voglushës në velindje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shihet si triumf. Andaj, një staf i madh po përkujdeset që mbritja e saj të ketë sigurinë e duhur në aeroportin e Venezuelës. Por emocionet më të mëdha i kanë nëna e saj, që po ribashkohet sërish me 2 vjeçare në pallatin presidencial në shoqërimin e presidentit Nicolás Maduro. Vajza venezueliane u nda nga prindrit e saj pasi kaluan kufirin SBA Meksik së bashku një vit më parë dhe e cila mbeti në SBA kur u depërtuan. E sipas presidentit Maduro, kjo arrit fal bashkëpunimit me autoritetet amerikane. Dua të falenderoj ambasadorin Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për ndërmjetësimin e tij dhe përmes tij të falenderoj edhe presidentin Trump, i cili aktualisht është në vizitë në vendet arabe për këtë akt drejtësie dhe humaniteti. Ndërkaq nëna e saj u depërtua në Venezuelë me 25 prill. Babai është dërguar në burgun e El Salvador në mars, bazuar në një listë të kohës së luftës nga shekulli XVIII që Trump e riktheu për të depërtuar qindra emigrant. Për vite me radhë, qeveria Maduros refuzonte të pranonte migrantët depërtuar nga SBA, por që kur Trump mori sërish detyrën këtë vit, qindra venezuelian janë kthyer sërish përfshirë rreth 180 që qëndruan deri në 16 ditë në bazën ushtarake të Guantanamos në Kubë.